Pak më shumë se 4 vitesh luftë, diplomacia europiane po sinjalizon mundësinë e një faze të re dialogu për konfliktin në Ukrainë. Një zyrtar i lartë gjerman deklaroi se po hapet një dritare re komunikimi mes Rusisë dhe Europës, ndërsa po diskutohen formate më të përshtatshme për zhvillimet e bisedimeve të ardhshme. Sipas tij është thelbësore që çdo proces negociues të konsiderohet i besueshëm dhe legjitim jo vetëm nga palët e përfshira, por edhe nga vendet europiane që mbështesin Ukrainën. Zyrtari gjerman theksoi se grupi E3 i përbërë nga Gjermania, Franca dhe Britania e Madhe pritet të marrë një rol të rëndësishëm në çdo iniciativë diplomatike që synon zgjedhjen e konfliktit. Ndërkohë situata në terren mbetet e tensionuar sipas vlerësimeve të fundit. Përparimi i forcave ruse është ngadalësuar gjatë këtij viti, ndërsa ushtria ukrainase ka shtuar presion përmes operacioneve në vijën e frontit dhe sulmeve me rreze të gjatë veprimit brenda territorit rus. Sulmet e fundit kanë arritur deri në zonën e Shën Petersburgu, duke treguar aftësi në rritje të Kievit për të goditur objektiva larg vijës së luftës. Në Kiev, shefi i stafit të presidentit Volodymyr Zelenski u shpreh optimist, duke konsideruar realist objektivin për arritjen e një marrëveshjeje paqe deri në muajin e dimrit. Megjithatë, sipas zyrtarit gjerman, zhvillimet e fundit ushtarake tregojnë se procesi negociues ka më shumë gjasa të zgjasme muaj se sa me javë. Ai nënvizoi se çdo hap diplomatik duhet të zhvillohet në koordinim të plotë me Ukrainën dhe jo mbi kokën e saj. Po ashtu, Berlini kërkon që përpjekjet europiane të mos konkurrojnë me diplomacinë amerikane, por të plotësojnë njëra tjetrën në një kohë kur vëmendja e Washingtonit është përshëndruar gjithnjë më shumë te tensionet në lindjen e mesme. Ndërkohë, Gjermania dhe partnerët e saj europian kanë hedhur poshtë sugjerimin e presidentit rus Vladimir Putin që ish kancelari gjerman Gerhard Schröder të përfaqësojë Europën në negociatat me Moskën. Për momentin sinjalet për dialogun janë rritje, por rruga drejt një marrëveshjeje mbetet e gjatë dhe nga zhvillimet në fushën e betejës dhe vullnetin politik të palëve.